Sara Gjordini ditët e fundit ka bërë një njoftim të papritur në rrjetet sociale, duke u drejtuar ndjekësve me një mesazh ku tregon se do të jetë më pak aktive këtë periudhë. Natyra njerëzore është e tillë që paqja gjen vetëm tek qetësia. E tillë është dhe kjo periudhë për mua. Do postoj më rrallë, ndoshta as pak derisa të gjej sërish arsyen dhe rrugën e duhur drejt shumë gjërave që më takojnë ti di, ti njoh. Gjëra të cilat nuk do dohet t'i ndaja me ju në këto momente. Nuk dua intervista, nuk dua pyetje, dua vetëm mirëkuptimin tuaj, të gjithëve ju. Ju dua si gjithmonë, Sara. Ky reagimi i saj u mor si një ndarje nga partneri i saj Bardhi. Por në një Insta story të publikuar nga vetë Bardhi, ai shihet i lumtur për krah partneres së tij, Saras, duke shoqëruar foto me një zemër dhe simbolin kundër styrit të keq. Ndërsa Sara ka reaguar përmes një postimi të gjatë, ku sqaroi se nuk ka pasur asnjë ndarje. Djema, nuk reflektova ndarjen në storin tim të fundit. Për mua familja jonë është gjëja më e shenjtë në këtë botë. Nuk do guxoja kurrë të lija lodime të tilla për vëmendje, as edhe një ditë më shumë. Nuk kam nevojë as dëshirë për të tillë simpatie apo për 2 minuta fam boshe. Pushimi nga rrjetet sociale lajmërova për shkak të ngarkesës së madhe të punëve të shumta gjatë ditës. Overthinking dhe një periudhë postpartum depresionit të lehtë, të cilin kam dëshirë ta kaloj vetëm me familjen time. Sfidat e rinjohurit veten pas lindjes së individ janë të vështira, duke nisur që nga simptomat fizike deri tek ato emocionale. Çdo kush nga ne, figurë publike apo jo, ka të drejtë të tërhiqet kur të dojë në momente të tilla kalimtare. Gjithçka kalon. Nëse je në periudhë të tillë, jepi vetes forcë, sepse s'ka asgjë që vullneti se mposhtë. Shkroi ajo në profilin e saj në Instagram. Ky reagim i saj duket se mbylli një herë mirë zërat për ndarje dhe tregon se çifti vazhdon të jetë lumtur me njëri tjetrin. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.